Nëse i keni sytë të kuq, mos e injoroni. Ja çfarë tregon kjo? Kemi menduar përherë se skuqja e syve na vjen nga pagjumësia apo nga alergjitë të ndryshme, por problemi mund të jetë edhe më i thellë se kaq. Skuqja e syve është po ashtu një ndër shenjat e para të glaukomës, sëmundjes e cila që të çon deri në verbërim. Glaukoma dëmton nervin optik, nervi që lidh retinën me trurin, sidomos gjatë kohës ku mbi sy shkaktohet mjaft presion. Nisur nga skuqja e thjeshtë, gjendja juaj mundet që të përkeqësohet deri në verbim. Ndaj, nëse shihni se sytë tuaj janë të kuq vazhdimisht, ajo çfarë ju duhet të bëni është që të shkoni tek mjeku juaj për të hequr çdo dyshim që mund të keni në lidhje me gjendjen shëndetësore të syve tuaj. Prandaj, herën tjetër mundohuni që të mos i injoroni këto shenja.